Me moton Stop Groposjes së Besimit, një grup qytetarësh së bashku me Frat Nduhet Toplanën u mblollën në kishën e Shnanot në Laç për të shprehur kundërshtimin e tyre ndaj ndërhyrjeve që po realizohen në këtë vend të shenjtë. Ato apeluan për ndalimin e punimeve aktuale, duke theksuar se projekti që po implikohet rrezikon të shndërrojë këtë hapësirë fetare në një ambient të papërshtatshëm, të ngjashme me një varrez ose me një dalje që i ngjan një parkim i automjetesh. Na sot do na me diskutue, me i bën lutje edhe urdhnit ton franceskan, që është qendra në Rom, edhe provincë ton, pra lutje që ta anullojnë këtë projekt, sepse na nuk jena as kundra provincë, as kundra kishës, as kundra kërkuj. Na jena thjesht mos të hymë në vorre për lutje. Nuk ekziston në botë një projekt i tillë. Domethënë nëse shohim, s'ke as kisha, as gjë vetëm ky është një vogël, edhe por gjithku na nej është vetëm një pallat, si dominon krejt vendin e shenjtë. Jo, shteti për fat mirë të Zotit, edhe e falenderoj, me thonë të vërtetën, që për 3 vjet kanë quajtur vetë letrën zyrtare, si nuk e ka aprovuar as bashkia as shteti. Sipas qytetarëve dhe përfaqësuesve të kishës, projekti aktual cënon rënd identitetin dhe shenjtërinë e vendit, i cili prej vitesh konsiderohet nga besimtarët si hapësirë ku kanë ndodhur mrekulli të shumta. Ato kërkojnë që të rikthehet edhe të zbatohet projekti mëparshëm, i cili parashikonte ndërtimin e një katedrale madhështore në qendër të kompleksit, në përputhje me vlerat historike dhe shpirtërore të këtij vendi. Kisha e Shnanojt sot do ta kthej, është një prifto se ru vetëm 2 dhij. Duhet ma bën, domethënë një stan baktish. Kjo është kisha më e madhe që mund të ketë jo Shqipëria, por rruzulli toksor. Për mua është një Vatikan i dytë. Njëjtën kishë kemi se këtu duhet të jetë një kishë madhështore. Se ç'kësh në Itali, ç'kësh në Greqi ka kisha të hik menja. Kurse këtu është ajo kisha e njëjta, ajo kisha si ka qenë gjithmonë. Po ta shikosh tu vin më shumë musliman se sa katolik. Sepse qynë vend lakuf, vend shenjtë. Tu është ba një han me 2 porta, ku hin derri dhe deldosa. Ca prifnoj si kemi këtu, veç kanë emrin për prifnoj, se s'janë zot, as me komandu, as me dritu. Unë jam kundër projektit se nuk jehna në kohën e pellazëve me hinë tunel, që po na luftojnë pagantë. Qytetarët apelojnë që institucionet përgjegjëse të marrin parasysh kërkesat e komunitetit dhe të respektojnë ndjeshmërinë fetare të besimeve, duke u angazhuar për një zgjidhje që ruan dinjitetin edhe shenjtërinë e kishës së Shnanot në Laç.